As Skënderbeu, as Nën Terezën nuk ka nevojë kërkush me fy. Çka po të bëj Skënderbeu? Nëse Skënderbeu, se te historian, por se unë jam pak problematik. Me thoi historia Skënderbeu ka luftuar çast shumë për shqiptari, është pse ka qenë kohë. Tjetër kohë, ka qenë kohë kumbit atëherë. Edhe pse ka qenë nipi serbëve, nuk u komorë martu me serbë të ne. As u komorë shqiptari musliman me turk, në kumbet vjet kur kanë ardhur. Edhe Skënderbeu më thon ka bën luftë kombëtare që tos mos po ma përbyn. Ja. Ku luftë kombëtare, ja këtu është një historian më çet Skënderbeu, ja Skënderbeu madem Jashar po ma çet. Ja, është një historian që s'po duam ja përmend emrin kur del në televizionaj, Skënderbeu ta çet madem Jashar, sigur ka luftuar për këm. Skënderbeu ka luftuar kundër Osmanëve. Por jo në emën shqiptarisë, se s'ka pas shqiptar atë. Shqiptar ka pas, po jo kubi, nocioni kom s'ka ekzistuar. Edhe të mosh problemi, pse u martu me serb, ka dy akuzojnë Skënderbeu një piskive, një pisabë. Nuk u morr atë. Nuk u morr. Ja, nuk u. Edhe tash, asnjë huj nuk u zën me fy Skënderbeu pse ka luftuar kundër Osmanëve. Nëse Skënderbeu ka luftuar kundër muslimanëve, unë se pranoj si hero. Fetar as kombëtar tani. Nëse ai më ka vrarë mua. Që nuk pranoj hero kombëtar tani. Pra këto thon historianët e kanë për detyrë. Unë nuk i besoj historianëve të komunizmit.